Kjo është një prej vilave më të veçanta në Bregdetin e Jugut në Cape Merlin. Ndoshta vila më e bukur për momentin e Cape Merlit, e njohur dhe si vila ku qëndroi Dua Lipa për pushime, vjen shpesh në këtë zonë, shumë prej postimeve të saj. Ka 6 dhoma, një pishinë përpara, një plazh të vogël privat dhe shtrihet në Cape Merlin, një prej vendeve më ekskluzive të Shqipërisë. Do mundohem t'ju tregoj pak pasi çini gjithë pamjen e Cape Merlit, të plot, t'ju tregoj pak nga pak dhe shumë prej ambienteve të brendshme të vilës. Përveç Dua Lipës edhe një sër personalitetesh të njohura botërore kanë qëndruar në këtë vilë. Shiheni pak. Pjesa e jashtme në momentin e drekës është pamja mbi plazhin privat, i cili shtrihet poshtë. Ka dhe një gjerpërim që është rruga përballë Korfuzi. Pishina e cila dominon gjirin të Cape Merlit. Një ambient ndenje, një ambient ngrënie për jashta. Një tjetër ambient ndenje, ambienti i tretë i ndenjes. Disa e brendshme. Pishina. Dhe pjesa e plazhit. Me suitat sipër 6 dhoma. Dhe me këtë këndin që është ndoshta e më të bukurit. Pjesa më e bukur është pishina. Me dhomën e ndenjes. Në pjesën e parë të ndenjes. Në gjakun fokus, i cili është i rrotullueshëm. Dhe gjaku ka pamjen e Korfuzit përballë. Tavolina punës. Hallet për të ngjitur lart. E gjithë pjesa përballë me xham. Pjesa më e bukur që është kuzhina. Kjo është edhe që është çfarë pamje ka kuzhina. Mund të kthehesh prapë në pishinë, kthehesh prapë në kuzhinë.
trata më dhe Gjanit. Pjesa për të dalë prapë për jashta. Shiheni qa mrekullie është pishina këtu. Kjo është pjesa që zbritet në plazh. Plazhi është privat I vilës. Është një nga plazhet më të veçanta. Edhe deti është shumë I pastër. I gjithi është një gji që mund të arrihet vetëm nga vila ose nga deti. Nuk ka mundësi tjetër që të arrish. Edhe ky është shkëmbi I pulbardave. Ndërko, është pjesa e detit. Është fantastike. Pak këtu deti është më I bukur se kudo tjetër. Shiheni si është mas shpinës time. Edhe kufizohet me këtë shkëmbin e madh mbrasmeje. Shiheni se si është shkëmbi. Dhe sipër është vila, që është ndoshta vila më e bukur në Shqipëri deri tani, në jug. Pjesa e dhomave të gjumit. Kjo është dhoma master. Kjo është pjesa e korridorit të katit dytë. Kjo është një tjetër dhomë, e cila ka poshtu banjën dhe pjesën e që del për jashtë në balkon. Dhe dhoma e fundit. Pjesa e mbrapme. Kjo është pjesa e katit të dytë.